Përsëri na është djegur gjysma e dritave të reklamës, po kjo ana tjetër, nga syri keq do me thënë. Ju plas syri keq zilisharme. Shumë komente negative keni bërë në për live, edhe shumë akaunte fake. Jeni munduar të na krahasoni me kësa lavira që realisht ne nuk krahasojmë do. Për ne flasim veprat. Jemi ne që prezantojmë me këtë dyqanin gjigant. Dyqani është i dekoruar në detaje nga vetë pronari veshje sportive praja. Është shumë i bukur domethënë. Është dyqani më i bukur në qytetin e Korçës. Është një gjë që duket, jo se e them unë, dyqani është mashallah. Shikojeni edhe një herë mirë me detaje. Këtë videon e kam më shumë për ju që hap një akaunt e fake. Ta shikoni mirë se kush është veshje sportive braja. Afër këtij dyqani kaq të bukur, kemi dhe qendrën tonë tregtare 500 metra katrore. Nuk i themi dot dyqan, sa se kjo është qendër tregtare, është shumë e madhe. Tu nuk kemi asnjë dyqan tjetër ngjitur. Qendra tregtare këtu është shumë e madhe. Tu nuk kemi asnjë dyqan tjetër ngjitur. Dhe jemi të vetëm në qytet që prezantojmë me një dyqan kaq gjigant dhe me një qendër tregtare kaq të madhe. Gjë që e tregoj me vepra këtu në video. Jo si ata lavirat që hapin akaunte fake dhe duan të na nxjerrin nga vetja. Ne jemi të vetëm, të pakapshëm, të pakrahasueshëm, gjë që e tregojmë me vepra, jo me fjalë apo me akaunte fake. Po ju tregoj edhe njërë këtë qendër tregtare kaq të madhe, e kam dekoruar vetë në detaje. Ofertat i kemi ekstreme dhe reale, kemi produkte që janë shumë të veçanta, shumë gjëra për çuna do të gjeni tek ne. Shikojeni mirë ju që hapni akaunte fake. Ky është veshje sportive braja. Nuk mbaron qendra tregtare me produktet që kemi në dyqan, me famën që kemi. Me klientët kemi treguar të sinqert, jemi treguar real, prandaj dhe ne kemi arritur të hapim qendra tregtare. Kurse ata që hapin akaunte fake, domethënë, kanë mbetur aty ku kanë qenë. Veshje sportive braja